Pas kronikave të transmetuara dhe në televizionin 6+1 Vlora, të cilat të transmetonin edhe shqetësimin e qytetarëve dhe besimtarëve Bektashi, për rrugën e amortizuar shkallët që të ngjisin në drejtim të vendit të shenjtë Kuzumbaba, ka reaguar edhe pushteti lokal. Bashkia e Vlorës, sipas informacioneve dhe një projekti të siguruar tashmë nga televizioni 6+1 Vlora, ka gati projektin rehabilitues për shkallët në vendin e shenjtë për t'i kthyer ato në funksionale. Projekti për rehabilitimin e shkallëve të Kuzumbabas është hartuar tashmë nga zyra urbanistikës në Bashkinë e Vlorës. Televizioni 6+1 Vlora ka arritur të sigurojë projektin dhe në brendësitë të tij disa foto të cilat tregojnë imazhin e qartë se si është ky vend tashmë dhe si do të zhndërrohet në të ardhmen. Projekti në fjalë do të financohet nga Bashkia e Vlorës teksa pritet nisja e punimeve në terren për realizimin e kësaj vepre. Ky projekt konsiston në pastrimin dhe rregullimin e gurëve origjinale të shkallëve, duke ruajtur autenticitetin e materialeve dhe teknikave. Zvendësimi i gurëve të dëmtuar me materiale të njëjta në cilësi por edhe në stil, konsolidimi i strukturës për të siguruar qëndrueshmëri dhe siguri të rrugës. Në projekt përfshihet gjithashtu ndriçimi artistik dhe funksional përgjatë gjithë shkallëve nga rruga kryesore e bulevardit të Vlorës deri në vendin e shenjtë. Një ndriçim ky klasik, i cili thekson detajet arkitekturore të shkallëve gjatë natës duke kthyer në një vend të vizitueshëm edhe përgjatë mbrëmjes. Në projekt është parashikuar vendosja e disa stolave përgjatë shkallëve në mënyrë që të ndërtojnë përgjatë tij hapësira shlose dhe pushimi. Hapësira këto të krijuara duke përdorur element që përshtaten me projektin dhe mjedisin. Vendosja përgjatë gjithë projektit e bimësisë autoktone e unifikuar për ta kthyer edhe në një mjedis të gjelbëruar në qytet. Gjithashtu është parashikuar vendosja e sinjalistikës informuese në dy gjuhë, në shqip dhe anglisht, të cilat tregojnë historinë dhe rëndësinë e vendit të shenjtë. Pas përfundimit të projektit, aty do të punohet edhe në promovimin e vendit të shenjtë dhe njëkohësisht pritet të organizojnë aty evente kulturore për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve, pushuesve dhe turistëve për këtë vend. Projekti është hartuar në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha dhe drejtuesit të drejtorisë urbanistikës Claudio Mehmetaj. Në realizimin e tij kanë marrë pjesë Evangelica Rapaj, Erlind Kapaj, arkitektët Suela Abazaj dhe Ingli Xhaferaj, inxhiniere Ana Shelaj dhe topograf Kismet Agalliu.